Gratë përbëjnë vetëm 22% të fuqisë punëtore globale në fushën e sigurisë kibernetike. Pjesëmarrja e vajzave në fushën e sigurisë kibernetike është në rritje, por mbetet ende e ulët. Prandaj, është e rëndësishme të vazhdojmë të inkurajojmë dhe fuqizojmë vajzat që të bëhen pjesë e kësaj industrie. Për 3 muaj, 10 vajza u trajnua në Offensive Security Training for Women, një program i realizuar në bashkëpunim nga Women for Cyber Kosovo dhe Arca Security, me mbështetjen e Chevening Alumni Program Fund. Qëllimi i këtij trajnimi nuk ka qenë që vetëm ju ofru vajzave njohuri teknike, mirë po edhe m'ia mundsu një mundësi reale të punësimit, andaj pas përfundimit të trajnimit, kompania Arca Security do t'i mundsoj disa vajzave punën praktike në kompaninë tonë, kështu duke hedhur hapjen e parë drejt karrierës së tyre profesionale në sigurinë kibernetike. Trajnimi u udhëhoq nga një trajner profesional dhe u pasurua me 12 sesione me guest speakers. Shumica kanë qenë pjesëmarrës të Chevening Alumni. Përveç teorisë dhe praktikës që e kemi fituar nga ky trajnim, që ka qenë diçka e veçantë në lidhur me ta, ka qenë rrjedhimi që e kemi pas me profesionistë të shumë të kësaj fushë, po dhe rrjedhimi që e kemi kriju vajzat në mijat vete në këtë grup, që po besoj që kanë qenë shumë i vlefshëm për ne në aftësimin tonë profesional të ardhme. Këtë trajnim më konë mundësi shumë e mirë që na mi mësu konceptin talp, edhe ka ana praktike, nuk kemi mësu vetëm tools, po kemi mësu edhe mënyrën që me mendu logjikisht edhe çka janë ato bu edhe pse janë ato e bu. It's been fantastic to meet the 10 participants in this training program today. Young women who are the future of cybersecurity in this country, tackling really important challenges for Kosovo and for the world, and also taking part in this big, new, important sector of the economy. I'm very proud that the UK has been able to support it, and I wish the participants very much success in the future. Unë jam shumë mirënjohëse si presidente e Women for Cyber Kosovo që na u mundsu ky projekt në mbështetjen e ambasadës britaneze dhe programit Chevening. Është një hap i vogël ndoshta për industrinë tonë dhe për këtë grup të vajzave, mirë po unë po besoj që me hapa të vegjël ne mund të bëjmë gjëra shumë të mëdha, shumë të mira. Ju uroj shumë fat dhe suksese vajzave që kanë përfunduar këtë projekt. Ky projekt dëshmon angazhimin e Chevening dhe ambasadës britanike për adresimin e sfidave globale, siç është hendeku gjinor në sigurinë kibernetike, duke fuqizuar gratë përmes aftësimit të avancuar në këtë fushë.